Po besoj që investimi që është bërë këtu e ka prejkë edhe milionëshin. Bashkë milionëshin jo, po ofër 800.000. Me fabrikë, me maqina, me ketë, mujna me thonë që unë 800.000 euro. Këtë maqinë në ka dalë me një çmim thuja 250.000 euro, viç kjo. Ajo tjetra u konë një 150.000. Këtu tjera që ka pishuj që kina prunë për ketë për Zvicrës. Na marrojna korniza metalike në për shtëpia, dhe u ma gjumi për shembull sallone. Marrojna dirë kundër zjarrit, në biznesin tonë pagat janë shumë të mira. Edhe prapë s'ka të interesuar. Nuk ka të interesuar. Unë i kam 6 punëtor, sigurimet i kanë, kontratat i kanë. Metaliko Xhaxhi u themelu në vitin 2000. Na jena një familje prej 40 anëtare, shumica i kena në Gërbet, dikun 35 veta janë në Gërbet. Ata kanë shku sefte atje edhe tu pënu, i kena blet disa maqina prej aty, kena punë Kosovë, kena nis hap pas hapi, kapak, jena zhenenu me një pjesë këgjë më të madhe. Hapat e parë i kena pas me një vend shumë të vogël në shtëpi. Atje kena punu dikun 20 vjetë. Miq të mi dashur, përshëndetje prej mje Lauretës. Sot kemi arë në fshatin Mushtisht të komunës së Suarekës, kemi arë të Metaliku Xhaxhi, kjo e cila është e vetmja në Kosovë në prodhimin e dyerve kundër zjarrit, dyerve emergjente e të tjera. Kemi me fol me Dashnor Shala, i cili ai ka më na tregu pak më shumë për punën e tyre edhe prodhimet që bëhen në këtë fabrikë. Hajde të shkojmë ta takojmë Dashnorin. Përshëndetje Dashnor. Përshëndetje, mirë faleminderit. Faleminderit që i ke hap dyert e biznesit tënd, me bisedu pak më shumë ndoshta për gjithë punën e juaj. Faleminderit për juve që keni ardhur. Dashnor, që sa kohë ekziston Metaliku Xhaxhi? Metaliku Xhaxhi u themelu në vitin 2000, minani mas luftës. Na jena një familje prej 40 anëtare, shumica i kena në Gërbet, dikun 35 veta janë në Gërbet. Ata kanë shku sefte atje edhe tu pënu, i kena blet disa maqina prej aty, kena punë Kosovë, kena nis punën me korniza metalike ose carga. Edhe hap pas hapi, kapak, jena zhenenu me një pjesë këgjë më të madhe. Hapat e parë i kena pas me një vend shumë të vogël në shtëpi, shumë të ngushtë. Atje kena punu dikun 20 vjetë. 20 vjetë keni punu në ato kushte? Po, në ato kushte, ka në apsin e vogël. Si çdo biznes, pa tjetër që edhe fillimet e juja kanë qenë të vështira. Që shi kujtëni ato ditë? Po shkak se ti ma i ri, për nështë edhe që të kanë tregu familjarët e tu, sot vështira kanë qenë, është prej asgjoje mu boni? Në fillim, kër u themelu, u konë daja si punëtor edhe prindi, në veç 2 veta. Dal ka dale tu pënu, jena zhanu, momentalisht i kemi 6 punëtor. Kemi pënu, i kena pas fabrikën tjetër konë, në shtëpi, u konë e vogël, u konë e ngusht, nuk janë konë kushtet e mira, ndriqim s'ka pas, ventilim nuk ka pas, nxemje nuk ka pas. 20 vjetë kemi pënu atje, dal ka dale, i kemi plësu kushtet, jemi zhenu, kemi dalë në qëtë apsinën e modhe. Jemi furnizu me maqina të reja 2022-ës, teknologjia ma e fundit që onë CNC, kompjuterike, thuja 75% në mënyrë automatike. Do me thot gjithë fabrika këto është e themi 75% në mënyrë automatike, që i bjen që nuk ka nevojë nështë për njerëz prezent të në kuhen këto. Mënyrë automatike onë që, për shembull kjo maqina këto, në qëtë maqina na 75% kurë që përdorum qëto. Po, qëka shërben saksisht kjo? Kjo shërben për lakesat që formohet për shembull londa e parë lamarina. Po. Ta qëto e shtina thuje një 15 herë i përdorum lakesat dhe kër formohet korniza metalike romi, i përdorum me qëtë maqinën. Kjo e ka kompjuterin, këtë monsat ja japëm tonë, mo kur gjo nuk kena me prejkë. Veç kena me shti lasën, me nxerë, me sjallë, me rotlu, me dorë, kështu tjetër sen kur gjo nuk kena me bo. Dashnor, apo ka t'interesu me punu nështë këtë punë sot? A keni munges punëtorve? A ka njerës që janë t'interesu me bo këtë punë? Venin tonë, ku jena konë Mushtisht, popullësia ka mbjetë shumë pak, shumica janë të ikë në për Gërbet, që ta shë kanë mbjetë
kanë mjetë dhuja pleq, 2-3 shka janë në moshën 18 vjeçare, normal nuk i drejt me morë në për fabrika në persane me punue. Punëtor, kam nevojë për punëtor, për nuk ka. S'po janë të interesuar nështë me punu. Po, pasi që e prekëm këtë tim, kjo është një problem shumë serios dhe me thonë në Kosovë. Pse po mendon që ka të shumë polak, ma një rinia me dole a shtetit edhe nuk po dënë është ta me punu në vendin tonë. Për shkak se këtu po besej edhe ja kishi ofru një kohë gjatë mirë, edhe prapë si janë të interesu me punu. Këtu... Pse polak mujnë ka të shumë me dole jashtë? Aty vallaj nuk e di ason e vetë, po normal në biznesin tonë, pagat janë shumë të mira. Edhe prapë s'ka të interesu? Nuk ka të interesu. Unë i kam 6 punëtor. 6 punëtor e në ketë, me përfshi vetën edhe vllabin. 4 punëtor janë tjerë, këta janë shumë të kënaqur nga rruga. Sigurimet i kanë, kontratat i kanë, certifikatat e mjekut i kanë, rruga në përbonka i del, sigurimi, trusi, ketë këto, firma i mbëllë. Edhe po besoj që është një hapësirë punë shumë e mirë kjo, dhe për gjithë ata që janë të interesu me punu. So ka qenë investimi këtu tash ku jeni dalë? Qitun ku jena mas pari tokën nuk e kena pasiq. E kena ble tokën që të konstruksionin shka peshu, qitun e kena ble këtë punën që e kena bon vetë. Asë një firmë tjetër nuk o morë punë, për shembull me kry, me maru qitun. Shka përshu qëto, këtë vetë e kena marru, me konstruksion, me tokë që e kena ble, me panjela, gati këtë i kena bon alë. Vesh betoni normal, tjetër kush që i ka bon. Dhe më thoi, vetë pas ki ndërtu krejt to, po besoj makinerit e këto gjonat e tjera ka ndosh, nështë ta najfar investimi ko gjatë madhë? Këtë maqinën e këto mbrapa njeve, i kena ble. A kushtojnë të pajisje, për shkak se po shihet që edhe teknologji, po besoj që kushtojnë pak ma shtrejt se sakën? Kjo normal që o mënyrë automatike, kjo o pak ma shtrejt se këtë tjerat, kjo diku në ka dalë me një qmim thuja 250.000 euro, viq kjo. Ajo tjetra u konë 150.000. Këto tjera që ka pishu që i kena prunë për ketë për Zvicrës. Do me thonë janë krejt për Zvicrës, po londa e parë, për ku sigurohet? Londën e parë e morëm ketë për Zvicrës, londa e parë të na o La Marina, edhe guma edhe baglom këto sane që na vinë ketë për Zvicrës. Këto sane tjera, dhe i kur bëhet për shembull, si që janë qëto, këto maruhen ketë. Për shembull prejen, lakuhen, shfajsitet, edhe del rami. Unë dishta me të pytë, qka keni do me thonë, qka prodhoni jo, për ata që se di? Na marojna korniza metalike për dhomë në për shpia, dhoma gjumi për shembull sallone. Marojna korniza metalike. Kornizat metalike janë derë kundër zjarrit. Do me thonë dyrë blindume e këto, po. Dashnar qa është kjo pajisje këtu? Për qa shërben? Sefte punën e parë e bojna me qëtë maqinë. Kjo maqinë po ashtu ma e reja, thuja teknologjia ma e fundit. Këto e përdorëm për prerjen e llamarinës, për shembull qysh i kena dane, sa me prej llamarin, qysh me prej, tek me prej, kryna me qëto. Njëre bojna funksionin me qëto, kur ta kryna me këto, vazhdojna me këtë tjetën. Ajo shërben për kryimin e vendit gumës, që kur të mbyllë dera, me prejk njerë në gumë për mos me bon zhurëm, o për mi parandalu zhurëmat e tjera. Kur e kryna punë me ato, vazhdojna të kjo, me këto thash 75% kuar se kalojna me qëto, edhe që aty e merë formën korniza metalike ose rami. Në formë për duket e thjesht, po ti na the që afër 150.000 euro kushton, kështu që janë pajisje që kushtojnë vërtet shtrejt. Po ajo çfarë funksioni? Këto e përdorëm për me maru dyrë kundër zjarrit. Dyrë kundër? Po ashtu na marojna dyrë kundër zjarrit, dyrë emergjente, dyrë antipanik, për shembull kur në për objekte në për qendra tregtare, shumicën e rastëve, ajo antipanik, veç kemi shny derën, ajo qilet vetë. Qëto i kryojnë aket ato, i bojnë ato lakesat,
për dyrë me qetone. Pa i se so ka kushtu për shembull. Këto e kena prunë E keni importu prej Zvicrës? Po, prej Zvicrës e kena prunë. Qysh thash, në 2000-ën e kena njësë, në 2000-ën e kena prunë edhe ato. Do me thonë ajo është prej fillimeve të Po. juja dhe po besoj. Hapat e parë në qatë maqinë. Edhe pas keni halo kështu Po. në funksion. Po. Po këto, çka janë këto? Dashnar. Këto e përdorëm unë një farë pjeset të dyrët kundërzjarit, që du të mja hekë qushët me prej qyshkin e llamarinës, që kur të lakohet mu kriju qysh në dera. Okej. Pe i këtushit të në shkën atje lakohet. Po këto, çka janë dashnar? Këto janë kornizat, që shërbejnë për derë, për shembull në për apartamente, në për banesa, në për shtëpia, në për dhomat gjumit. Na zakonisht na çto i marojna. Këto janë në pjesën tjetra, mundesh me na prezantu një derë të blindume. Po. Kjo pjesa e dytë Po. e objektit. Ajo ke pjesa e parë e objektit që punojnë gati më shumë, tonë kohën kom punojnë thyja një herë në javë ose dy herë në javë që kena punë. Këtë pjesë që këndena e përdorëm për plastifikim të materialit. Po. Këtu na normal shka pëshini që tonë tha, na nuk i bojnë këtu, po i bjen të tërkush, rrethoja, dyrto burrit, gilindjera sene. Na e bojna veç plastifikimin ngjyrosin. Këtu nuk janë turnat. Derë kundër zjarrit, që kjo një derë kundër zjarrit, që marohet e na, kjo e mushni me leshguri, edhe me knauf kundër zjarrit. Po, në brendësit saj. E rrethëm rreth, pjesa jashtë me ketë llamarin. Sa minuta në shtap e thënë kështu rezistencë bën ndaj zjarrit kjo? Kjo e testu në dikon 10 minuta, e testu në që ka qënru në flak, që kjo dera që marohet e në. E për qa përdoret? Për çka e blejnë edhe e porosisin këtë derë, zakonisht? Kjo ma shumicën e rastëv, si kjo për shembull që e mbyllur, Po. kjo shkon ku në xhemja qendrore. Okej. Ku kaldaja, ose në xhemja qendrore përdoret kjo. Marojnë edhe si këtu, po midis disit, xham ajo përdoret për dyrë emergjente, që shumë kjo mbrapa. Po kjo qa është? Kjo derë emergjente, pjesën ku përshijet që e zbrast për para, këto vendoset një xham i kaletën, edhe sistemi i dorëzës antipanik. Se nëse ndodh një zjarr, ti vi që shnysh derën, kjo qilet automatikisht vetë. Nuk ka nevojë as për qirës, as për kërgjon. Po këto, për çaj e porosisin ma shumë? Kjo ma shumë shkon në për objekte. Në për banjesore, përdoret në për depo, ku bëhet furnizimi i materialit me hije me dalë, kjo që antipanik, përdoret edhe për qatone. E ta shumë po du me pytë sa kushton një kësi dere? Kjo zakonisht ma e thjeshta që kjo, e ka çmimin fillestar 500 euro. 500 euro, do më thonë një dere blendu? Një derë. Ndërsa kjo që emergjente, kjo shkon 700 për vjetë. Paguhet mjaftueshëm sa bëhet në shtapunta, se nuk po e di që shkon procedura e saj, qysh sigurohet, qysh prodhohet një derë blindume ose një derë emergjente? Mbrapa neve, londa e parë llamarina, që lakohet prejet, krijohet dera, qysh tash pak më herët, në brendit sajna, ka knauf, ka leshguri. Edhe kështu pastaj shkon procedurave tjera dhe prodhohet. Shkon, po. Pastaj, sa kohë merr me prodhu një derë tillë? Një derë tillë përafërsisht shkon 1 orë. 1 orë? 1 orë ku shkon dhe i krijohet një derë. Na pa ashtu kjo e pa përfundune, shpëshijet se na kjo tekrar ka me ardhë në punë për më ngjyros më plastifiku, sipas dëshirës të klientit. A keni konkurrencë në këtë lami? Në që tonë kena shumë pak. Shumica i vinë import për Shqipnijës. E kjo 100% vendore. Po pse mendon që keni kaq pak konkurrenca, nështë do shumë punë, apo do zanot, sikur krejt bizneset e tjera, pse mendon që nuk ka shumë konkurrencë këtë lamin e juj? Kjo punohet në cilësi shumë të saktë. Nëse e bëjsh një gabim pak më të vogël, kjo e testu një që shtash 95 minuta
Po ashtu e kena vullën, e kem vullën ceje. Tash ti kosh e bëjsh një gabim pak më të 1 milimetër për shembull, gabimin më të vogël, ty mund me pas dëm shumë të madh. Po, edhe për këtë arsye njerëz nuk e duajnë ashtu këtë punë dhe jeni ndër të paktit në këtë lami. Po këtej pastaj këtu na tregove që bëhet plastifikimi, ato kornizat vendosen për dyrë apo ka dikush këto shërbejnë për dyrë në shtëpia, në dhoma. Okej. Kjo normal çush po shihet si ngjyrë hire, si e hjemt. Ka klient thot më marru çështo e ngjyrosi unë vet. Ka dikush për të më marrë me kësi sen e thot më ma bon gati ketë, më ma ngjyros ti, unë ja plastifikoj. Ngjyra e plastifikuar o 90% o më mirë se ngjyra me dorë. Po, çfarë ngjyre? A e ka se unë po shoh veç të njëjtës ngjyra? Mundet më bë edhe ngjyra tjera apo? Ngjyrë të bardhë, ngjyrë të zezë, ngjyra antracit, hiri, e kuqe, gjitha llojet e ngjyrave bëhen këto. Po ashtu ki ngjyrë del potolu si livoja portokalli. Cila ngjyrë është më e kërkuar ndoshta? Më e kërkuar antracidi, e zeza edhe e bardha. Ç'a kena me bë tash? Shefte që shtash pak ma herët, cikli i dytë i punës, vazhdon të kjo maqina këto, ku e krijon formimin ku ka me najt guma, për mu mbyll dera, për ndalu zhurmë. Tash, pej kësaj, vazhdojnë atë kjo tjetra. Kjo kompjuteri pjesa kryesore e maqinës. Po këto ç'a janë? A është cila? Këto i kam këtë ciklet e punës që i kam të regjistruar, për shembull, korniza metalike për derë gjermane, korniza metalike për derë slovene. E cili është dallimi mes derës gjermane dhe slovene dhe këtyre tjerave që i ke? Dera është e njëjtë veç dimensionet lujnë. Dera gjermane për slovenës lujnë, puna te bagllont lujnë 2 cm. Njona i ka pak më nalt, tjetra i ka pak më poshtë. Do me thonë baglloma kur vendoset për shembull çto, Slovenia i ka çto, Gjermania i ka 2 cm pak më poshtë ose më lart. Po është edhe në përdorim kështu, për çfarë e lypin është apo thon kështu gjermanën edhe slovenen? Jo, diku siçilli e ka dëshirën e vet. Po. Na normal kur ta marrojnë këto i marrojnë keq çka bën, marrojnë keq me porosi. Okej. Na nuk jena një firmë për shembull vish me marru me lon, se kjo sani ndihshme. Për shembull marrojnë ana, po ka shansa mos më shit që kjo. Edhe duhet me majt bavaki 2 vjet, 3 vjet duhet me najt deri kur të vjen puna me shfrytzu çeton dikon tjetër. Edhe tana kur shkojna në për shtëpia, në për objekte, shkojna i morrëm mosat vet, e vjesëm klientin a dush derë slovene, a dush derë gjermane, ose derë 46 mm, dera 46 mm, kur të mbyllet dera, del përpara komplet të rrash. A Slovenia, Gjermania e mbyllish, del një 1 cm del pak më trash përpara. Po tash te kjo hapësira këtë, ç'a kena me bë? Tash kena me laku çeto, me kriju ram. Një pjesë të ramit. Qështë tash kjo mënyrë automatike. Lakesa parë. Mosat mbrapa lujnë vetë në mënyrë automatike, që janë programuar në vetë, nuk ka nevojë me ja jap mosat 1 herë, 2 herë, 3 herë sa të ka nevojë. A janë rrezikshme këtë pajisje,
Ja, mund të prerje në shtatë, ke bo këtë punë, këtë prerje, këtë larkesa. Kjo, o maqin që shtash ka kushtu 250.000 euro, kjo i ka senzorat. Po, është e sigurt. Po. 50.000 euro në ka kushtu veç ta senzorat, që nëse ishtina gishtat qëto, kjo në mënyrë automatike ndalet vetë. Do më thonë aqë sigur Po. sa që nuk e rrezikon as jetën as... Nuk e rrezikon jetën. Senzorat janë programuar, janë të lëshuar në mënyrë automatike, që shtash bëhen. Do më thonë kjo ardhë kështu prej... Pe lëndës parë që shke drejt, në ardhë në këtë gjendje. Kjo... Cila është procedura e radhës? Kjo ta shpek këtu mshit, kena me vazhdu me një maqinë tjetër, ku e banë prerjen 45 shkallë, pas atyshit vazhdojna në tavolinën e punës ku ka mu shfaqësit. Edhe krijohet raumi. Do më thonë dashnar, kjo është dera e blindume, që është edhe kundër zjarrit, Po. edhe kjo tjetra është Dera emergjente. dera emergjente. Dera kundër zjarrit, saktësisht për ku e kërkojnë ma shumë, për qa përdoret? Dera kundër zjarrit shkon ku dhoma e kalldajes. Po. Ku nxemja qendrore. Shumicën e rasteve përdorin në për objekte që e bojnë dhomën e rrymës elektrike. Po. Se edhe tek rryma elektrike ka shansa që krijohet zjarri. Bërë instalimi mirë i rrymës elektrike, merr mos edhe kablat e dopta mujnë më konë, merr mos kallën edhe kjo përdoret edhe te dhoma e energjisë elektrike. Falem edhe sa e sigurt edhe sa i qëndra zjarrit, po kjo tjetra dera emergjente? Dera emergjente përdoret në për objekte, në për spitale, në për shkolla, në për depo ndryshme të materialeve, furnizimit të materialeve që janë një medialje, kjo antipanik, veç kemi shty derën hapet. A ka pos në rast ku nështë s'ka funksionu që shduhet apo jo, jeni të perfekt? Në punën e bojmë cilësi, mujna me thonë 99% që e bojna për pikëmëri. Falem edhe për çmimin e tyre, po a mendon ti që është i mjaftueshëm ky çmim? Sa për mi mbulu nështë Bashkë me të kënaqë, çmimi mirë jo. Apo shkoni sipas tregut, që shkojnë në treg zakonisht, për shkak se ti the që importohen edhe prej shteteve tjera. Po, importohen në prej Shqipërisë si bin, shumicën e rasteve i bin, vinë të na këshyrin, lypin oferta sa ne ja japëm, po i duket pak shtrenjtë, shkojnë nëpër Shqipni. Tek ne on një çmim shumë i vogël i fitimit, edhe pastaj i duket që pak shtrenjtë, e për atë arsye. E pse Shqipëria ma lirë, pra? Se pe Shqipënijës, on një farfirme i merë për shtetë të tjera, i bjen Shqipëni, i marë një kohë edhe pastaj i shetë kishe janë të Shqipënisë. A në fakt nuk janë, ato janë import në Shqipëni përsëri. Po. Edhe ti ju falë që gjithë shka e bëni me përësi, nuk e lani me qëndru në shta këto. Po, hajde vazhdojnë adhem. Na falem për fillimet e juja dhe krejtë edhe pa tjetër që si çdo biznes i keni pas edhe sfidat e juja. Po. Cila ka qenë sfida ma e madhe në biznesin e juj? Prej fillimeve e deri sot. Sfida ma e madhe me dalë në treg sa më shumë, me mujtë me bloku eksportet që vinë prej shteteve tjera. A keni dalë me i vlloku nështë sa dhe pak? 90% po. Po ashtu kena kërkesa edhe të eksportit në Zvicër. Normal ajo pe shqiptarve, pe pjesës tonë, ka dikush në Zvicër në Gjermani, e ka shtëpinë të e maru, në i lyp kornizat metalike, i lyp penjeve. Dashnar ti një djalë i ri, edhe pa tjetër që e ke trashëgu biznesin është edhe këtë zanat, për thëmë kështu prej familjes tone. Po vetë ti, a ke dash në herë, a ke pas plane me shku edhe me jetu nështë jashtë Kosovës? Kur jo. Asë një herë s'ka Asë një. Asë nuk e kom qu në men, asë nuk e qej. Cila është arsyeja për shkak se çdo i ri nështë pak me provu e ka atë dëshiren? Ku du shko në Zvicër në Gjermani shko, po si vendin tam nuk o. Babën e nonën nuk e ki atje. Që të punë që e bojnë ana,
në Kosovë janë dy firma shumë të vogla. Normali kanë marrë hapat për njëve, ka raste kanë punu të nga kanë dalë, kanë deshtë me bën diçka vetë, me zhvillu diçka vetë, po emnin që kena na nuk e ka kërkush. Po, nështë tri që po dojnë me dalë ka që shumë krejt në regull, se cili si pas dëshirës të vetë, po sa ja kishë ofru ju një rrugë fillestare nështë dikuj që do me punu këto të ju? Fillestare 800 euro. 800 euro me gjitha sigurimet e këto të më... Po, sigurime, kontrate. Tash, që shdonin? Po, ka munges punëtorve dhe jeni nështë keni nevoj për punëtor? Nevoj, mujna me thonë, mas pakti, biznesi jonë ka nevoj për 4 punëtor. Për 4 punëtor, po. Folëm edhe për investimet, po besoj që investimi që është bërë këtu e ka prejke edhe milionshin. Bash milionshin jo, po mujna me thonë që... 500-600.000 euro, po? Ofër 800.000. 800.000. Me tokë, me konstruksion, me fabrik, me makina, me ketë, mujna me thonë që 800.000 euro. Aja ka vlejta, kur parashiet mi nëzirë, ose a i keni nëzirë në shta për thëmë kështu? Gjësa. Gjysën i keni? Po. Jo e bëni edhe montimin? Po. Këto e marojnë na, po ashtu e bëjnë edhe montimin. Korniza ma e lirë onë 120 euro, po ashtu e përfshin edhe montimi i kornizës. Montimi i kornizës bëhet për stafit tonë, për monterave që janë teren janë 3 veta. Prodhim janë 3, dhe me thonë 6 punëtor janë krejt. 6 punëtor në këtë firmë në shta ka që të madhe. Po. Kështu edhe po thu që janë mjaftueshëm, po prapë keni nevoj për shkak se në shta zgjerani edhe punën ma shumë edhe fejto. Kena nevoj që shtash që kena plastifikimin. Për shembull 3 veta në fabrikë që jena nuk mujna edhe me maru korniza metalike ose edhe dyre emergjente ose edhe dyre të blindune me maru, po ashtu në të njëjtën kohë me plastifiku. Edhe për plastifikimit kena kërkesë të madhe. Dashnar edhe një mesazh krejtësisht fundit për gjithë ata që shikojnë këtë intervistë. Mesazhi unë se krejt që tonë shka e pabë u bo me punë edhe me përkushtim. Sa më shumë punë, qash më shumë cilësi, korreksi, edhe po ashtu një mesazh për trit, mos ta lëshojnë vendin e vetë se nëse je interesuar me punu, mësh me punu edhe këtu, mësh me arrit edhe këtu diçka. Krejt që tonë shka e pabë u bo me Kosovë. Sa më shumë suksese juve edhe faleminderit shumë që e prezantove punën e juaj edhe gjithë prodhimet që i bëni këto. Faleminderit. Faleminderit për juve.